Partia Demokratike mbledh kryesin për të miratuar listën e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 11 majit. Gjatë ditëve të fundit, kryetari i Partisë Demokratike ka zhvilluar takime me aleatët dhe është vendosur që ata të kenë 8 kandidatë në pjesën e sigurt të listës. Pasi ka mbyllur bisedimet me aleatët, Berisha përgjatë këtyre ditëve ka takuar drejtuesit politik të qarqeve për të diskutuar me ta kandidatët. Por vendimet e sigurta në listë janë të pakta në numër, pasi 19 drejtues politik është vendosur më herët që do të jenë të mbrojtur. Pak orë para publikimit të listës së kandidatëve për deputet në Partinë Demokratike kanë filluar akuzat për mënyrën se si u ndërtua lista dhe tërheqet nga kandidimi. Tashnor Sula, deputeti i Elbasanit, në një postim në rrjetet sociale deklaroi se nuk do të jetë kandidat pasi ka mbështetur SPAK-un. Kam edhe një mesazh për ata që janë ngujuar në kull e po bëjnë listën e qarkut të Elbasanit. Jo kushdo që do të futet në atë listë të mbyllur mund t'i gëzoj votat e demokratëve të Elbasanit, Peqinit, Cerrikut, Belshit dhe Gramshit. Keq më vjen, por nuk i keni bërë mirë llogarit, mbyllet reagimi i Dashnor Sulës.